për përdorin e AI, që pja bën kongën, aranzhimin, krejt, edhe ka nisë edhe kongtare me hi falc aty me knu, dikush tjetër. Që shpo shkojmë na, ka mu bo sa kokra arrës, trun minjerit. Na, kur këna bo albume, i në shit albumet atëre, se tash përshet gjithë shka ka ndryshu. Kur e krahason me atë kohë, këtë diçka tjetër, kësë me kalzu, na herë ku bjen lafi për i foli djemve, anipave, dikuj, për në atë kohë, ata po thot, a jetu kalzu filma, seriozisht, këtë ka ndryshu komplet, total. Tash plus, kohëve të funit, që po më brengos një farë mënyre, po më brengos për këta prodhus të rritë muzikës, për përdorin e AI, që pja bën kongën, aranzhimin, krejt, edhe ka nisë edhe kongtare me hi falc aty me knu, dikush tjetër, që është brengose. Dhe më thonë, na jena gjenerat që këna kriju vetë, këna bo vetë që aty për që aty, dhe më keq mirë, kryesoria ka qenë original, ka qenë e gjallë. Po ta që kjo e AI, ka njësë njerës mu demela, unë një dhe do kolegë të bo laf, jo mërë tha, po ma krynë, tha jo vetë, ta melodin, ta vetë ma bojnë, ta aranjmanin, do më thonë ti mos mu lodhë ma heq, e truni vjen të u bo gati, që shpo shkojmë na, ka mu bo sa kokra arrës, truni njerit. Ty largu këto, ty e këto, ty ta krypunën dikush tjetër. Është dehumanizimi muzikës, kur gjë humane s'ka.